Atëherë çuna kemi këtë motorin, është Volkswagen, është 1.6, është me centrifugë automate, pra ky nuk ka nevojë për bateri, e krijon vetë rrymën elektrike në mjet magnetit që ka brenda, e thonë ta ndezësh në manivel. Edhe ky nuk pushon derisa ta fikësh në buton. Kështu, gabimi i parë që shoh, nëse ajo pistonat janë në gabim, do shohim me fillim nga sistemi elektrik, s'më pëlqen fare këto fijet këtu. Fijet këtu, do heqim. Do i bëjmë me klampra, siç duhet, pra do heqim, do shkojmë sistemi elektrik, do shohim fazën. Nuk jam shumë familjar me magneto me sentinën. Kjo s'ka nevojë çfarë për platinë, nuk ka nevojë për bobinë, i bën gjitha vetë. Do shohim çfarë probleme ka. Do fillim nga kandelet, dhe fillojmë pjesët e tjera të mbetura. Atëherë si fillim të ndjekim sistemi elektrik. Deri tani është jashtë shtollë rregulli. Nuk e di mbasi kanë futur vetë kot me këtë forme, faza është jashtë shtollë ligjit fizikës, është vendosur pistoni 1, 2, 3, 4, do të jetë 1, 4, 3, 2. Gjithsesi, do shohim kandelet, xhibukut, fazën, sistemin elektrik, valvat, komprimimin, e gjem problemin. Ka qenë 4 servisa, nuk është bërë. Ky motor nuk vdes kurrë, po diçka e vogël mund të jetë mendoj unë. Thjesht mungesa e eksperiencës nuk e ka lejuar ta bëjnë. Karburatori vetë ka zakonisht shumë. Kjo është benzinë e vjetër. Atëherë shohim kandelet. Te çuna, problemi i parë, të katra xhibukut janë djegur. Do të jetë 1 kg deri në 5 kg secili nga këto. Përveç kësaj këtu, vetëm njëra ka shpëtuar është 1 kg, të tjerat janë jashtë loje. Nuk e di ku do gjem këtë lloj. Është me ose temperaturë, gjithsesi kam të tjera pak më të shkurtra, jo në llojësie si këto, 1 kg. Pra, problemi i parë që zbulova është që kanë qenë në fillim ka pas probleme me xhibukut. Se kanë kuptuar dhe kanë futur dorë të distributorit dhe kanë ndryshuar edhe fazën. Kjo ndryshojmë ta provojmë tani. Atëherë ndrum kapuçet, njërin e lam origjinalin, të tre të tjera janë rroba, izolimin, vendosur në fazë si duhet, 1, 4, 3. Pra, duhet 1, 4, 3, 2. Kjo është forma e këtij motori, ka çunuar këtu, nuk di se kanë parë çunat. 1, 4, 3, 2. Tani, provojmë. Do ndrojmë dhe këto. Pra, du t'jetë perfekt, s'ka nevojë për tela kështu zetime, si për hallva xhiu. E bëjmë një provë tani, edhe shohim mase ka qenë problemi këtyre. Atëherë provojmë ta ndezim, ishte e pamundur, pra shoh që nuk ka shkëndi shumë e vogël, do hapim distributorin. Ky është një model scintilla që është më parë, e krijon vetë rrymën. Nuk ka nevojë për bateri, nuk ka nevojë për bobinë. E kuptoni? Pra ky e bën vetë. Do mjafton të japësh gjithë rrullimin, përdon 30000 volt për të 4 pistonat. Dinamo ka thjesht për të ndryquar këtë llama këtu, që të shohësh panelin. Pra dinamo s'ka nevojë fare për këtu. Telin e ndryshon dhe ky është thjesht për ta fikur. Pra ky butoni këtu, ky tele këtu, është thjesht për butonin këtu që e fik. Kaq bën. Do hapim dhe shohim çfarë problemi ka. Atëherë çuna, mbarova me karburatorin, i bëm rebuild komplet me kondicionet, lart poshtë me që rrithe. Është aza e fabrikës ka qenë kaq e base, kaq e rregull. Kalibrova gazin, çdo gjë perfekte. Edhe pompa në kontrollova të flanshës, e pastrova, është akoma në gjendje perfekte, nuk kisha nevojë për ndryshuar kondicionin. Ajo që vum re është ky problemi këtu. Pra, t'ju shpjegoj diçka pse ishte prishur. Çunat e Sarandës, domethënë jo zero fixit, mekanikët kanë dashur bëjnë diçka këtu mëna, e kanë çfuar kondensatorin. Ky ka në mas, edhe gjithë prodhimi i rrymës, pra shkëndia ikte në trup. Ka punuar më gjuna sa herë është dhënë me këtë, pak, dhe se në mas komplet. Kondensatori ka pas defektin fillestar, prandaj kur prishet ky prishën kapuçet, pra është ky pari që prishën, rritet shkëndia dhe djeg kapuçet. Unë janë ndrova 3 copë gjithsesi. Shikoni pak sa pastër është, deri në perfeksion. Çdo gjë e vum mund si duhet. Do shkojmë ta heqim tani këtë. Ky nuk riparohet sepse ky është i pahapshëm. Nuk mund të gjesh një kollaj si puna këtij, është 1000 euro thjesht një gjë të mirë, 300 euro gjesh në internet pas tani. Gjithsesi kemi njërin e duhur në të shëmish që mund ta ketë akoma një motor që e ka diçka të tillë. E gramozi në të shëmish do shkojmë, nëse ka do shpëtojmë çunat e Sarandës. Vjen keq, kjo është pa mund të riparohet. Është jashtë shtollë mosie. Çuna, nisemi për të shëmish, inshallah kemi fat. Edhe do kthehemi ta montojmë, pa e morëm.
Çuna jemi duke ikë për në Tushemisht. Lajmërova djalin që ka distributorin, ka një motor arket pa përdorur fare, ai është më fast se sa mua. Edhe u ofruat na japi pjesën që duhet për këtë makinë. Ai ta montoi të makina vetë, kështu që nuk ka nevojë për atë, dhe vetë distribuon normal. Shpresoj të jetë një di model që mos ai rrua kot. Çuna, shikoni pak çfarë gjetëm. E re fare pa përdorur. Sa me fat të tjesh. Ramozo, të falenderoj zakonisht shumë. Shikoni pak ndryshimin kjo me atë tjetër natë që kemi. Mendoj ja vleti rruga te në Tushemisht. Shikoni pak çuna. Shikoj. Kjo është pa përdorur akoma në punës. Ka qenë motor arke. Kjo është vjetra. Atëherë Bosch 159. Bosch 159. Kjo është ndrysh kur vetëm duke ndenjur. E kupton? Çuna. Me zi po presta montoj të shoh nëse do nizet apo jo. Po vjen keq. Do miki kjo ka qenë pasat e dje, kisha majtur për vetën time, po do të ndihmojmë çuna gjithsesi. Atëherë, ta montojmë. Këtë ta kene rezervë çunat e Sarandës. Ta nem këtu për pjesët. O, çuna. Me zi për presta montoj. Atëherë, e madhja është poshtë. Më duhet dora për telefonin. E madhja është poshtë. Në këtë lloj forme. Çuna shikoni. E pa përdorur asnjëherë. Shikoni pak. Shko si është një distributor i pa përdorur. Këtu në ushtromuas mra pak. Tha djali, motori mu këthy në kraunën e djath. Edhe kërë futi në garash, i ushtromuar pjesën po s'ka problem. Me sigures, ndryshe nga kjo. E vetja. Super. Dhe të vendosim në fazë tani. Nuk mund të përdorim një lampë, se kjo është pa bateri. Dhe përdorim një 0,2 mm, një spacer, për gjithër kur është pisoni nëmër 1. Pra do jem kur është pisoni nëmër 1, shohim hapin e valveve të jenë të mbyllura, edhe do vendosim në fazë, atë shpresojmë të dalim, para se na iki dielli. Atëherë ky është kryesori, pak bobina shpërnda, këtu vjen shkarkimi, nërmjet kësaj vrime, dhe shpërndahet nërmjet çibukut me këto pisone. Në rastin tonë, ndryshe nga makinat e tjera, kemi njëshin këtu. Vjetet njëshin këtu, duke parë nga 4, nga 3. Është komplet totalisht ndryshe nga gjithë makinat e tjera. Ka manualin original të këtyre. Vjen keq s'ka marrë kambalecin. Ta shikosh gjithë procedurën, se si e bërën, po me këto kushte që kemi, do mundohem me sa mos i kam. Pem lidhen e besoneve, normalisht tani. Ndryshe nga distributori i parë, ky ka dhe mbajtësa, dhe këtë mbajtësa mund ta vendosin këtu çuna. Po dhe është për kur vi nesër. Atëherë ky është i treti. Treti është këtu. Treti është këtu. Çuna do na ndizet këtu. Okej. Po bie shi. Çuna do na zuri shiu. Vjen keq. Të lagën, po prap nuk e le pa mbaruar. Okej. Si ka po Gjermani që atëherë super vegla. 4 dhe 4. Treshi. Sigurisht mirë. Te treshi. Njëshi. Okej, super. Çuna do ta ndezim tani. Çuna, ta provojmë. S'kam vënë baterin, ta provojmë manivelin. Ta vë telefonin diku këtu, që të bëj filmimin.
Atëherë bëjmë listën e gjërave që u bë. U ndru distributori i ri fare. U bë rebuild pastrimi ultrason karburatorit, kondicionet e reja në 2 akarat, u kalibru komplet në mënyrë perfekte. I vëmë fasheta këto. Para jo të lidhëm me tel si pa lavagjiu. Nizet me levë mrapa, nizet me levën para, nizet me bateri. Dinamo këtu e ka thjesht për bërë rrym për këtë lampën këtu. E kuptoni? Pra është vend dinamo me regulator deri në 14 volt, thjesht që të marrë rripin që të fryj ventilatori, në atë rast bëj pak energji për lampën që shikosh panelin. Pra distributori nuk ka lidhje fare me motorin. Po u ndes prej gjitha telat që ka, vetëm linje këto të kandelave dhe ky nuk fiket më. Shikoni pak çfarë mrekulli është. Çuna mbaruam dhe la lot. Eliot. Mbaruam edhe do ta mbyllim. Okej. Në marrin. Tresim pak gazin në mes. Edhe provojmë. Sigurisht me kabla në rregull. Karburatori mbyllur. O kryet dhe kjo. Quna, përshëndet gjithve. Mirëpafshim. Quna, ka që isha mund se të filmoja. Që isha këmbalecin edhe ishte një video shumë e bukur. Hapa sabi. Faleminderit Gramosit, ka të shëmir që të ndihmoj me një distributor që nuk da gjeja kur në asë vend në treg, ka që ri. Okej. Quna po pësillin kafe, quna e Zerfixë. Ju përshëndes gjithve. Vazhdoni më ndiqni kanalin tim YouTube-s. Kemi shumë gjëra të reja për të bërë këto ditë. Mas të marrim plaka se janë shita, ka e javë shi. Quna e Zerfixëve e keni si kur më mirë. Ju përshëndes gjithve.